Vetë termi e shpreh e ka një përmbajtje brenda që është lindja e Krishtit. Është lindja e shpëtimtarit dhe kur i referojmë lindjes së Krishtit, në thelb fjala Krisht do thotë i lyer. Do thotë personi i cili është i lyer dhe ka marrë vullur nga Perëndia për të qenë shpëtimtari i botës. Dhe nisur nga kjo, gjithë dimensioni pastaj ose e gjithë teologjia e zhvilluar apo dhe mendimet jo teologjike të mirëfillta i japin pesh pikërisht këtij elementit, të këtij personit që është i lyer, të këtij personit që është shpëtimtar i botës. Një nga problemet të mëdha të qenies njerëzore mbetet gjithmonë mbeten ullkryqet, mbeten dilemat, mbeten kërkimi i zgjidhjes ose vështirësia për të gjetur zgjidhje. Pikërisht lindja e Krishtit erdhi dhe i solli botës këtë dimensionin për të gjetur zgjidhje, dimensionin për të dalë nga ky ullkryq ose nga kjo vështirësi gjendet qenia njerëzore.